Superliga e Kosovës në basketball është e mbushur me trajner ndërkombëtar, pjesa dërmuese për 10 ekipeve, 8 prej tyre janë me trajner ndërkombëtar, por tani së fundmi është dhënë besimi nga skuadra e Borës, trajnerit kosovar Lorik Llokoqi, të cilin e kemi sonte në studio për të treguar historinë e tij të basketbollit, edhe për të treguar edhe ecurit dhe sukseset tjera që i ka pasur gjatë kësaj periudhe sa është trajner i basketbollit. Faleminderit shumë që je sonte me neve, Lorik. Faleminderit për ftesën. Emrohesh te Bora, në moshë nuk ka trajner më të ri në Kosovë. Si erdhi ideja që të besohet pozita e trajnerit të skuadra e Borës? Realisht sezonin e ka nis trajneri bugar Libomir Minçev. Pas 2 lojëve ai u shkarku, edhe me një bashkëbisedim bashkë me kryetarin e klubit e kom planu që me vazhdu dhe me majt ekipën. Normal që e kom pas edhe një komunikim bashkë me lojtarën që sa ata e kom për, sepse unë kam qenë në rolin e asistentit, edhe bashkarisht kanë vendosur edhe klubi, po edhe lojtarët kanë dorëshuar me qenë në krye të ekipës. Kjo solli lojë më ndryshe. 2 ndeshjet e para skuadra e Borës pësoi disfata më të thella, ndërkohë me Pejen ishte komplet një fytyrë tjetër, shkoi ndeshja deri në fotofinish. E vërtet, pak a shumë edhe atmosfera nuk ka qenë shumë e mirë në ekip. Jo mënu me kthy edhe atmosferën cilën nuk ka qenë shumë e mirë. Kena ndryshu pak shumë edhe dosenën taktik, cilat unë mendoj që këta lojtarë mujnë mi realizu në mënyrën më të mirë duhur. Edhe po besoj që kena tregu që kena pak më shumë kualitet se lojtë e tjera dhe që mujna me ballafaqu se cilën ekipën Super League. Realisht Peja bëri diferencën individi në fitoren e Pejës. Eksperienca. Eksperienca, normal. Peja ka një ekip me buxhet thujse për mini 1 milion besoj, edhe ka lojtar shumë me eksperiencë. Në fund neve na dënoi një pilotare mostëmletare më e mirë, Dardani, edhe nuk patëm fat. Qysh është ndjenja me hi si trajner vendor në mesin e krejt këtyre emrave të huaj, po flasim disa prej emrave bile kanë edhe goxha bagazh në arenën ndërkombëtare. Trajner me shumë përvojë. Me thonë drejtën, unë nuk e kam marrë me frikë hiç, unë e kam qef më ballafaqu, edhe presin një ditë, e kom prit një ditë që kom ballafaqu me trajnerat të mirë, edhe dëshmum që janë. Për mua shumë ndjenjë e mirë, edhe besoj që unë jem një prej atyneve që gjithmonë e suportoj si trajnerat vendor, por edhe lojtarët vendor jam unë gjithmonë mi suportu, edhe jem kundër kur jem kundër nashta këtyre trajnerave të huaj që vinë, edhe pse për idave na kena poça me mësu edhe kena çfarë mësu, normal basketbolli çdo ditë më shumë zhvillohet edhe çdo ditë më shumë kem çka mësojmë pitina, po unë kur e keni ekip 1 milion e diçka shumë e lehtë me punu, normal që dhe trajneri huaj atëherë ka me pas sukses. Kështu që pse mos më na jap mundësia edhe neve edhe me tregu. Paktën 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet me pas që edhe na dim basketboll edhe mujna me tregu edhe lojt mirë, po edhe me pas rezultate të mira. Tek e fundit, besoj vlen shumë ajo fjalia që nëse nuk futesh në mesin e të fortëve, nuk bëhesh fort as vet. Shumë e vërtet. Unë e mendoj që po mendoj edhe në të kaluar kom pas sukses, edhe si trajner i femnave, po edhe shumica e lojtarëve që janë Super League, veç kam punu me mua edhe individualisht, kur kom punu si trajner individual, shumica e këtyre lojtarëve që janë vendor, veç kanë kaluar në durë të mia, kështu që secilin aty në Super League mos them që i ngjë shumë mirë, si kualitet, edhe normal që besoj që më me bëu punë të mirë, edhe me këta lojtarë që jem të punu dhe tash. Besoj shembulli më i mirë është pavarësisht që nuk është fituar ndeshja, po t'ishin pyet njerëzit para fillimit ndeshjes Peja Bora, besoj që shumica atyre kishin thonë lehtësisht Peja dhe pa e diskutuar shumë, po në realitet në lojë doli diçka tjetër. Shumica e kanë thonë këto, besoj që edhe Peja s'ka qenë shumë e përgatitën që kena mbi befasu që ashtu. Po realisht çka kena treguar 2 lojët e para, me thonë drejtën, edhe unë kom prit që kom pas dyshime apo reagon ekipa në mënyrën më duhur, po lojtarët kanë reaguar në mënyrën më duhur, edhe vetëm faulti sportiv mos them në fund që na dënoi, se besoj që atë lojë kena merituar dhe me fitu. Çka e karakterizon ekipën e Borës në këtë edicion të Superligës? Si e vlerëson komplet skuadrën? Po pretendimet kanë qenë për me him play-off, na nuk kena pas një start shumë të mirë.
Po është një ekip që janë shumë atlet, po besoj pikpamjes tem, edhe menoj që ka lojtarë që mund me tregu veten edhe mund me kanë jo në qitë pozit që janë rrallë në tabel. Menoj që janë shumica e ndjem 3 që i kena zgjedh gjatë verës, po ashtu edhe të hujt i kena shumicën 3. Menoj që është një ekip që me punë mundet me tregu goxha një lojt mirë edhe me pas sukses. A mundet me qenë Bora një prej ekipeve si destinacion për basketbollistë të rinj që mundet me qenë perspektiv e që nuk mundën realisht me gjithë hapësirat e ekipet kryesore për faktin që ka shumë të huj? Po, ka dëshmu dhe vitin e kaluar, po edhe si vjet, besoj ka pas lojtarë që në ekipe tjera nështë s'kan lujt, s'kan pas shumë minutazh, të kanë arrit me bo ma shumë minutazh. Po nuk do me thonë se na kena marrë lojtarë me eksperiencë, tash mo basketbolli u bo loj që shumë dinamike dhe është problem edhe me pas shumë minutazh, edhe lojtarë me eksperiencë, po edhe lojtarë të risës se ritmi i lojës është çaq i nalt, sa që s'mujnë me përballu, po për me dëshmu vetën besoj që po është një shans i mirë dhe një ekip e mirë që mund me tregu vetën. Nga ideja në moshë 3 ke lënë basketbollin, nga ideja me u kyç në zënë e trajnerit ose trajnerit personal në basketboll, a ke pas dikon si shembull që ke ndjek? Me thonë drejtën, prej që i kom pas 16 vjet, fati pse e bëni e bu trajner është trajneri Karabek, Ibrahim Karabek, i cili më ka shtyp mu bo, edhe prej moshës 16 vjeçore ai më ka kërku që mu bo trajner, edhe më ka thonë që ki mu bo trajner. Edhe masi e kum lënë basketbollin, ai u ka njëri që ka insistu mas shumë ti, mos them që më ka thirrë në një vjet kështu rregullisht edhe që më ka ftuar për mu bashkangjit edhe me punu me të, edhe ai është koha kryesor pse unë e bëj punën e trajnerit. Karabek është një për emra të majtë basketbollit Kosovës definitivisht. Çka di basketboll di pitina, kështu që një për më të mëdhave. Po, gjatë karrierës tënde edhe te ke përjetu këtë punën e konkurrencës basketbollistëve ndërkombëtar. Shumë e vërtet. E ke lënë herët basketbollin. Shumë e vërtet, në atë kohë unë e kom luajtur Prishtinës deri në junior, në fakt edhe senior. Kampion vazhdimisht. Po, kampion vazhdimisht, po edhe senior kom marrë njëjtën kur kom qenë junior. Jam qenë pjesë e ekipës 3 muaj ditë. Prishtina pa të bëni një investim shumë të madh. Qatë kohë e thaj atë barierën edhe për medalën e Evropë, kishin synime shumë ndaja, sjellën shumë lojtarë të huj, në atrit neve na ikeni, po menoj s'patëm më ven aty, klubet tjera me thonë drejtë nuk ka qenë shumë zhvilluar as financiarisht, në atë kohë s'ka qenë s'dija ka qenë as ligji, nuk e dija ka qenë ligji për sponsorizim. Ja, sa besojnë atë periudhë. Nuk e besoj. Po flasim për vitin 2015. Po, edhe s'kom pa të ardhme me thonë drejtë në atë moment, edhe më ka shty që me lënë basketbollin që nështë ka qenë edhe gabim jemi që më dërzu shumë herët, po qa me bu, tash fati e ka dosh kështë. Po thonë, jetë mbyllët një derë, hapa një tjetër. Mu ka qenë. Tash prap në basket po më zëjnë e trajnerit. Suksesi i jëtë si trajner fillon me u pa me ekipin e femrave të Prishtinës. Shpallëni për kampion, si trajner shumë i ri në moshën 28 vjeçare, delni kampion të ligës unike me ekipin e femrave të Prishtinës basketbol. Po, unë kom punu si 5 vjet në klub Prishtinës, edhe kom punu si asistent i Fidan Shatrit, tani vitin e fundit që më kom qenë veç një vit si trajner kryesor, edhe aty më ka besimin, kena bu një ekip mirë, kena bu një punë shumë të mirë, kena arrit me pos sukses ligën unike, finale kena shku në Ligë Kosovës, kundër një ekipe, mos të me budget të rifish më të malë se na, që ka qenë bashkimi, po kena arrit me bu një konkurencë shumë mirë dhe besoj që kena honë një prej seneve më të mira në ligë. Si 28 vjeçar, nuk besoj që dikush ka pas një trajner më të ri që e kap suksesin kaq herët. Jo, unë se di, nuk kom dëgju. Pak të unë s'kom pas, s'kom lexu. Nuk e di. Po flasim për Kosovë, normalisht. Se di edhe një logo që Andin Rashica ai ka arrit me fitu kup, kur ka qenë moshën 30-31. Aha. Po kurdo që është prej neve është shumë mirë. Është në rregull. Po, është mirë. Sa për të vendor. Po. Për mua është shumë rregull. Mirë. Pas Prishtinës e keni pas edhe përvojën se gradualisht senet shkojnë të ngrit, e keni pas edhe përvojën me kombëtarët në Kosovës së femrave për grup moshën U18 në sukses jashtëzakonshëm e keni arrit edhe me këto vajza.
Realisht po, unë e menoj që ashtu se konë njëta gjenerat, cilat i ke njoft. Po, edhe që i kom njoft, po edhe që kom arrit me mbledh në klub 3 ose 4 për tyneve para prakisht, unë që kom patanis me bu një sistem për me punu me gjenerata të reja me femna, edhe i pata mbledh edhe në klub, po edhe më përfaqësuese se u konë që e përfaqësuese njëjtë që vitin e kalum, me njëjtat ekipe, ka hub 30-40 edhe kanë arrit me pos për 7 vene me venin e gjallë, divizion C. Po. Edhe që ajem ka shty mas shumë ti që me morë ekipën, edhe kur i kom thonë vojzave që na kena me fitu këtë kampionat, ato asë nuk e kam pos idin se qka është me fitu, se kam pos atë frikën e vitit kalum, po me një punë të mirë kena arrit me pos shumë sukses edhe besoj që kena kallëzu, jo vetë sukses, por edhe kena kallëzu lojë kualitative. Sa e bisedu ma herët gjatë punës tënde individuale me basketboliste caktume, ke pas sukses edhe në eksportimin e basketbolisteve të Kosovës jashtë vendit. Po, shumë e vërtet, për femnave, mos tëmë për një 3 ose 4 vojza të reja veç e ndoll jashtë, qatë vetë mas U18 që këna arrit sukses, për një kësisht edhe me Prishtinën, ka qenë një për arsye kryesore pëse ato ka ndoll për shkak rezultateve, edhe për shkak punës që e kemi bu bashkë, po ashtu ka pos edhe lojtarë kalumë në djemë që kam punu me mu edhe me trajnerin Karabegi, trajnerin Albert Suleimani, cilët e kena pos një punë për bashkë që kanë arrit me dollë jashtë edhe në Evropë. Te vajzat i përmendë disa edhe në kolegje goxhat nalta. Po, Malvina Haziri ka shku në Washington State, DC, që është një... Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po është edhe një për kolegjeve në top 5 konferencat më të mëdha në Amerikë që besoj që inshallah do zotë ka me pas sukses e vojzë dhe kena me pas shumë nalt. Një për tjerave që kisha theksuar se edhe Gerta Hoti, cila u shku në Lillet Francës, edhe ajo është një për ekipeve që kanë luajtur në kohën e Euroleague. Flutra me Meti pa të arrit me shku jashtë, edhe ajo në kolegj në Amerikë, mos tëm tjetër ka pas Ylza Uka, edhe ajo prej bashkime që kanë pjesë përfaqësuesës, Etna Rexhepi pa shku në Kroaci. E mos tëm shumica veç pa të ndol maqati kampionati, veç pa të arrit me ik jashtë. A punojmë pak me gjenerata të reja trajner? Shumë pak. Mos t'inglej se tash edhe unë me klubet bën mu prish, po jo, veç në general po flasim. Po, klubet nuk kanë po menoj në sistem duhur punës me gjenerata të reja, jam fokusuar te çka suksesi ku po shtyhe njëra me tjetrën po bujnë rival në Super League, që për menimin tim nuk është sa më i mirë që mujnë me bo, pavarësisht që do të më mirë me ekipën e parë, normal fokusi më i madh me hon aty, po kjo puna me gjenerata të reja është një sen që se ka brëm. Ka brëm edhe një sen që do të më bo, pa punu me gjenerata të reja, nas kena me pos as sukses me përfaqësuese, po edhe klubet tona, pavarësisht kur nas njihemi me lojtar vendor, unë nuk e di çfarë krahasie kam, është edhe për suksesin që ne ato e arrin. Unë të falenderoj shumë për bisedën, ka qenë shumë kënaqësi me diskutu me ty për gjithçka që ke bërë gjatë karrierës. Të uroj shumë fat dhe më bëhet shumë qefi që je pjesë e Borës edhe je trajneri kosovar i pjesës Superligës, edhe të uroj shumë sukses në vazhdim të kampionatit. Shumë faleminderit, vite, vlerësoj shumë.